Tragjedi në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë ndëron jetë alpinisti 20 vjeçar nga Kili. Një shtetas 20 vjeçar nga Kili ka humbur jetën pasi ra në një përrua në territorin grek teksa po kalonte në këmbë nga Shqipëria drejt Greqisë. Ngjarja ndodhi pranë Mavromatit në veriperëndim të Greqisë. Sipas autoriteteve greke, i riu ishte duke udhëtuar me një mik kur rëshqiti dhe përfundoi në përrua. Shërbimet zjarfikse mbërritën në vendngjarje dhe nxorën trupin e pa jetë. Miku i viktimës, 22 vjeç, u deklaroi zjarfikësve se të dy kishin zgjedhur të kalonin kufirin në këmbë për të shmangur shpenzimet pasi kishte fonde të kufizuara. Autoritetet greke kanë hapur një hetim për të përcaktuar të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje tragjike.